Shifni, të pretendosh që ke shumicë votash dhe të rish ose të presësh në demokracisë, të presësh që nëpërmjet studentëve ose të fshehesh mbas një proteste studentësh, të fshehesh duke marrë pjesë gjithë eksponentat e saj, sepse unë isha në protestën e studentëve, gjithë eksponentat e saj me deputet me që ishin në protestën e studentëve, dhe veçanërisht kur ty 22 vjet nuk e ke kryer atë që është dashur ta bësh, çështjen e ligjit, se këtu nuk ka pas as nevojë për ligj realisht, është një procedurë që tash ndjekë vetëm Ministria e Drejtësisë, duke u nisur nga ajo që 80% të kohës, gati 15 vjet, 16 vjet, sa ka qenë BDI-ja në qeveri, Ministri i Drejtësisë ka qenë shqiptar, dhe të marrësh guximin, të mbështesish, të jesh pjesë e protestave, edhe me petkun e asaj se ke qenë ministër, unë pash aty 3 ministra të BDI-s, të Drejtësisë, të vërtet është për të ardhur keq. Kjo tregon që edhe kasta politike që është në opozitë tani, është e kompromituar nga kryeministri.